Nuk e di nëse e keni parë gjatë kohës që ju keni qenë në Bruksel, në Shqipëri është zhvilluar një debat në lidhje me burgun e Spaqit, një restaurim që ka ndodhur atje në sajt të një filmi. Keni një ngjarjet në burgun e Spaqit. Ka ndodhur një restaurim atje dhe ka reaguar në ndjeshme dhe Ministria e Kulturës. Keni një koment në lidhje me këtë situatë? Kam një koment. Është indirekt përdorimi i një preteksti për të shuar gjurmët, për të mbrojtur xhelatët e diktaturës. Është një shkelmim për s'dyti i asaj, i atij kalvari që ka ndodhur në atë kamp, dhe ky është Edi Rama mendon se me suva do mund të shuaj veprën e etërve të tij barbar. Është thjesht pra përpjekje e Edi Ramës për të mbyllur me suva dhe me bojra gjëmën e të mërshme që ka ndodhur në atë kamp ndaj qindra dhe mijëra shqiptarëve. Është dëshmi tjetër se si ky pasardhës i një xhelati të diktaturës komuniste përpiqet të zvoglojë aktet shnjërzore të atij regjimi që ky e quajti ana e drejtë e historisë. Zoti Berisha Marsi Korreshi nga Syri Televizion thatë pak më parë se ajo që ndodhi në Bruksel është vetëm hapi i parë që do të marrë Partia Demokratike në atë që e ceconi edhe si ndërgjegjësimin e ndërkombëtarëve për atë se çfarë ka ndodhur në Shqipëri. Cilat do të jenë hapat e radhës që do të ndërmerrni dhe kur do të merren këto hapa konkret në kuadër të mosnjohjes së zgjedhjeve të 11 majit? Faleminderit. Gjithçka është në vazhdim. Natyrisht Brukseli ishte dhe duhet të ishte stacioni i parë. Dhe unë mendoj se ato 2 ditë në Bruksel krijuan një tërmet të madh në narkoshtetin falangat e tij. Kjo do vazhdoj me të gjitha institucionet ndërkombëtare, do vazhdoj me të gjitha qeveritë e vendeve mike, do vazhdoj më pas me shqiptarët për rikthimin e votës lirë. Zoti Berisha, këto ditë në Tiranë përfaqësues të mazhorancës thanë se raporti i Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian ishte certifikues për zgjedhjet, duke referuar veçanërisht fjalës zgjedhjet ishin konkurruese. Ju si lexoni deklaratën? Në fakt, raporti ishte shumë i ndershëm. Kishte marrë 5 rrjeshtat e para të raportit të OSBE-Odirit, në të cilat për herë të parë në histori përmbysën zgjedhjet. Po, në raport thuhet tekstualisht se zgjedhjet u administruan në mënyrë profesionale. Kjo nënkupton shpërndarjen e kutive të votimit, komisionet e votimit, proceset të gjitha me radhë. Po një gjë, administrimi më profesional i zgjedhjeve ka qenë diktaturë. Aty ishte i përsosur, jo profesional, i përsosur. Së dyti, thot ishin kompetitive. Po. Sepse lejohet mirë pjesë, jo vetëm kandidat të një partie, po dhe të partive tjera. Ky është kushti i kompetitivitetit. Dhe kjo është e vërtetë. Por thot, garë e pa barabartë. Thot, narkoshtet, më falni, shtet elektoral, përdorim i gjerë i burimeve nga partia në pushtet. Pra i rëzorë zgjedhjet. Dhe këte kanë kuptuar këta mirë. Tani çfarë bën këta, Anisa?
Këta pas ju përpoqen ta shisin raportin si sukses, e pa që raporti ishte për ta, dhe kaluan në injorimin total të raportit dhe citimin e koordinatorit të grupit socialist në Parlamentin Evropian, zotit Shider, të cilin e falënderoj për takimin që na rezervoi dhe që ne patëm rastin ta sqarojmë atë për shumë aspekte. Unë nuk mund them se në që orë u bët deklarata, por ajo që mund them unë ju, a i ndigjoj me interes dhe shtroj dhe pyetje për problemet saktuara. Kështu që, pas kësaj, ata raportin më në gojë nuk e kanë përmend. E kanë përjashtuar fjalën raport fare. U përpoqen të mashtrojnë shqiptarë të thonë që komisioni mbështeti antarësimin në Shqipërisë 2007, mashtrim i pa skrupull. Ata thonë se mirëpresin ambicjen e Edi Ramës për 27-ën, por shkruhet në raport, rikujtojnë se vendet kandidate kalojnë në për transformimit të thella për të përmbushur kriteret të antarësimit gjatë negociatave të cilat zgjasin sa është e nevojshme për të implementuar reformat e nevojshme. As 27-ën, as 30-ën, as 35-ën nuk e vën këtu fare. Shqipëria është sot vendi i shtetit një partjak ku të gjitha pushtetet janë në duar të kreut organizacë kriminale. Kjo është e vërteta aktuale. Ndaj dhe raporti thekson nevojnë për të forcuar transparencen, përgjegjësinë dhe përfshirjen e procesit antarësimit dhe përfshin dimensionin parlamentar. Paremron kundër çdo veprimi që mund të dëmtojë sistemin e kontrollit dhe të balancave, që nuk ekziston në Shqipëri. Pra denoncon parlamentin për qëndrimin e pushtetit në duart e një njeriu dhe në nështrimin e parlamentit ndaj urdhrave të Edi Ramës. Ndaj dhe raporti bën thirrje Shqipërisë për të përshpejtuar reformat, për të forcuar sundimin e ligjit, shtetin ligjore, kuptoni ku është thirrja tani, sepse nuk ka shtet ligjor funksional dhe rrit të luftoj korrupsionin, krimin organizuar, të parandaloj trafikun e qenie njerëzore dhe të siguroj mbrojtje të drejtave thelbësore të njeriut, të bëj përparim në fushat e lirisë së shprehjes, lirisë së informacionit, pluralizmit. Shikoni çfarë, prandaj s'përmendin raportin, e kuptoni ju pse s'përmendet raporti apo jo. Pluralizmit dhe pavarësisë së mediave. Paralajmëron kundër çdo veprimi që mund të dëmtojë sistemin e kontrollit dhe të balancave. Raporti denoncon Edi Ramën sepse parlamenti nuk zbaton vendimet e gjykatës kushtetuese. Nuk ekziston pra shteti ligjor. Thekson detyrën e parlamentit për të respektuar vendimet e gjykatës kushtetuese, pavonesë. Denoncon parlamentin një lloj si parlament regjimi, që nuk ruan, nuk garanton kontrollin dhe balancën e pushteteve, ndaj dhe raporti thekson rolin themelor dhe të pazëvendësueshëm parlamentit në ruajtjen e kontrolleve dhe balancave. Denoncon mungesën e përgjegjësisë. Fjalë për fjalë, ju lutem, lexojeni. Mungesën e përgjegjësisë demokratike dhe transparencës, ndaj dhe raporti bën thirrje Shqipërisë për të siguruar përgjegjësi demokratike për të forcuar qeverisjen e fortë dhe transparence. Raporti nënvizon ato që thash për zgjedhjet parlamentare. Denon ashpër sulmet ndaj gazetarëve
të zakonshme për Edi Ramën, dhunën verbale, denon. Olta Xhaçkën, për cilin përmbysën parlamenti dhe raportet të ndarjes pushteteve. Pra, mund të them se raporti, jo që nuk thot në asnjë rrjetë të tij se Shqipëria, se do mbështes antarësimin e Shqipërisë në vitin 2027, siç u gënjej ju o qytetar, lakejt e qeverisë dhe ministrat e saj, por përkundrazi, shpreh e zez mbi të bardhë damkos situatën në vend në Shqipëri. Po? Nga BCNU, zoti Berisha, mazhoranca socialiste ju akuzon se në Bruksel, gjatë qëndrimit tuaj ju i keni dorëzuar një letër eurodeputetëve të Parlamentit Evropian ku i kërkoni të bllokojnë negociatat për antarësimin e Shqipërisë. A është e vërtet kjo? Do më falish, po në rast se ke lexuar rezolutën e 82 partive politike të Partisë Popullore Europiane që udhëheq në Parlamentin Evropian. Ajo rezolut thot se Bashkimi Evropian duhet të kushtëzojë progresin e Shqipërisë me respektimin e të drejtave themelore të shqiptarëve, me zhvillimin e zgjedhjeve të drejta, me drejtësinë e pavarur, se harrova t'u lexoj këtu. Raporti denon kontrollin e vazhdueshëm politik mbi drejtësinë. Kapjen e saj, në raport kjo, ndërhyrja politike e vazhdueshme në sistemin e drejtësisë. Cili është qëndrimi ynë? Dhe e kemi bërë qartë këtu para jush. E thot raporti, do më falish. Çfarë thot raporti? Edhe bërë mirë që më pyete, se këta janë mashtrues si këta. Mirëpret angazhimin e palkundër të Shqipërisë për integrimin e Bashkimit Evropian, duke reflektuar konsensusin ndërmjet të gjitha partive politike, qeveritare dhe opozitës, dhe mbështetjen e madhe ndërmjet qytetarëve. Këta përpiqen që standardet që dhunojnë, lidhjet me krimin, vjedhjet e mëdha që u bën shqiptarëve, të fajsojnë opozitën, sepse nuk i përtyp dot Bashkimi Evropian. Pra, qëndrimi është ky, një herë dhe 1000 herë. Shqipëria, ne mbështesim integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Por Shqipëria, përveç kriterit gjeostrategjik, i cili është një kriter i rëndësishëm, nuk përmbush asnjë kriter tjetër në rrugën e integrimit. Siç e shihni, është një propagandë vulgare e atyre që janë shkaku kryesor i kësaj situate, sepse fryhen çdo ditë me paratë e krimit dhe paratë që marrin nga qeveritarët. Kam një pyetje tjetër, me qenë se ju folët për audiencë kësaj jave, në fakt ka një audiencë më të madhe që vjen përtej oqeanit për krisjen e aleancës, ndoshta aleanca e dekadës ishte ajo, mes Donald Trump dhe Elon Musk. Tani këto janë dy figurat të cilat ju i jeni referuar shumë, sidomos gjatë fushatës elektorale. Kujt i jepni të drejtë në këtë përplasje? Së pari, nuk i lejoj vetës kur të nërhy në një debat të brendshëm të një vendi tjetër. Asnjëherë, po shiko çfarë ndodh këtu, se tani po. A e morë t'ju vesh? Pse u shkarkua komandanti i gardës? Pse e censuruat ju lajmin të vërtetën e shkarkimit të tij? Një socialist i thekuraj,
por e shkarkoj për fajin e vetëm se doli lajmi i shtrimit ti urgjent në spital. Shtrimit e Edi Ramës urgjent në spital. Se si pas Edi Ramës, kjo Nuzi do t'ja u qep të gojnë të gjithë personelit që e panë se në gjendje shkumonte, e panë dhe ky ishte fajtori. Dhe unë denoncoj heshtjen e medjave, sidomos me vetvrasjen që ndodhi fill mrapa të ushtarit të gardë. Një oficer, një ushtar profesionist, një njeri i detyrës, u gjeti vrarë në zyrën e tij. Urdhë? Në makinë, falenderoj, po, në makinë. Ju kujtohet ju vrasi i shoferit Fatmir Xhafs? Ju kujtohet? Po. Kur Xhafa ishte ministri i brendshëm. Kurse ky, çfarë ndodhi me te? E paraqiten se ky vrau veten në makinë. Edhe për Mehmet Shehu thanë që vrau veten në dhomë të gjumit. Unë nuk kam dhana dhe i kërkoj ndjes familjes, i shpreh ngushëllime familjes. Spari familjes së të ndjerit i shpreh ngushëllime. Por bëj thirrje avokatit të popullit dhe ju garantoj që opozita do ta hetojë, sepse kjo ndodhi fill pas shkarkimit brutal të komandantit gardës për shkak të daljes së lajmit se Edi Rama shkoi, ashtu si shkon edhe herët e tjera, në spital dhe bëri një goditje, çfarë bëri se di çfarë kishte, se nuk merrem me problemet e tij, por merrem sigurisht shkarkimi i komandantit të gardës dhe vetvrasja një ushtari është një ngjarje shumë tronditëse për një vend. Pyetjet fundit për ta mbyllur këtë fundjavë. Keni deklaruar kohë më parë se ju jeni tifoz me çdo kombëtare që fiton përveç Serbisë. Meqense sot luhet Shqipëri-Serbi. I uroj nga zemra sukses dhe fitore kombëtarës sonë. Uroj një ndeshje në kulmin e futbollit, do ta ndjek. Uroj që ata që me shpirt e zemër janë me Vučićin mos dalin atë, mos shkojnë atë ndeshje. Në pas.